Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërt të qofshin mbi vullin e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij me ndershmëri, krenari e dinjitet deri në ditën kur do të takohen me Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, të dashur motra, vazhdojmë jetën e profetit alayhi salatu wassalam me ato që quhet ndryshe kushtetuta e parë ose karta e parë e Medinës, ku thamë që profeti alayhi salatu wassalam normalisht i pati sfida të mëdha, krahas sfidave siç ishte domethënë varfëria, kishte edhe sfidat e ndarjes. Pra për sa i përket muslimanëve, nisi fillimisht normalisht që ti do të zgjidhësh problematikat e komunitetit tënd, zgjidhi problematikat e komunitetit të tij të muslimanëve, të cilët mund t'i klasifikojmë në disa kategori, muslimanët e Medinës, që ishin vendalit, muslimanët e Mekës, ata të cilët ishin të ardh, muslimanët të cilët më parë kishin emigruar drejt Habeshes, ku dhe ata nuk ishin të pagët, sepse ishin mbi 80 persona, muslimanët të cilët vinin nga viset të tjera, siç ishte rasti i fisit Ghifar dhe fisit Eslam, që ishin brenda territorit të Arabisë Saudite, por një distancë shumë të madhe me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe arsye se përse do të emigronin drejt pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte domosdoshmëria dhe nevoja për të qëndruar me të dërguarin e Zotit dhe për të mësuar prej tij. Dhe një kategori e pestë, jemi sërish ke muslimanët, janë ata që janë quajtur dhe në Kur'anin famlar el mustadafun ose të dobtit. Të dobtit, që është vërtet ishin një kategori shumë e vogël, çfarë nën kuptohet me të dobët, gjithë jemi të dobët ne. Po el mustadafun ose të pamundurit ishin ata persona të cilët nuk patën mundësi ose nuk i plotësonin nevojat e tyre për të migruar nga Meka për në Medinë. Për tyre që kishte gra, për tyre që ishin fëmijë, për tyre madje kishte edhe burra që emigruan në një periudhë shumë të vonshme. Me këto 5 kategori profeti alayhi salatu wassalam duhet të qente zgjidhje. E përsa i përket atyre të Medinës, pra muslimanët e Medinës tamë, që i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam ose sfida që pati me muslimanët e vetë Medinës, ishte sfida e përçarjes që kishin me njëri tjetrin. Veçanërisht fisi Aus dhe Khazraj, të cilët ishin jo në një lloj rivaliteti, por në një lloj gatishmërie ushtarake për luftë. I vllazëroi këta problematikën të cilën e posedonte me emigrantët e pamundur ishte vllazërimi me Medinasit, me vendasit. Kaluan pastaj në një problematik tjetër, që do të ishte problematika e rehabilitimit të tyre ose se si ti normalizosh në shoqëri, dhe thamë se i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam bëri atë që duhej bërë realisht, pra mësimin të cilin ai jep, është që zgjidhja për dikën nuk është thjesht, domethënë një person i cili ka nevoja materiale, pra ka nevojë për ushqim, nuk është të japësh thjesht një qese ushqim, të sigurosh racionet për të ngrënë. Zgjidhja për të është të gjesh zgjidhjen se si ta siguroj këtë rrezikun e tij. Ashtu siç thot profeti alayhi salatu wassalam, sadakaja më e mirë ose ndër sadakat më të mira, cila është të japësh zanat atij që s'ka, për ti ke dhënë zgjidhjen e tij. Dhe të japësh punë zanataliut që s'ka punë. Ky i pari i cili nuk din se çfarë të veprojë dhe ky i dytë i cili din se çfarë të veprojë, por nuk i ka hapësirat, nuk i ka mundësi. Këtë ka konsideruar profeti alayhi salatu wassalam ndër sadakat më të mira, sepse vetë i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam e konsideron domethënë edhe ushqyerjen e familjes, e konsideron si pjesë e kujt e sevapit e sadakas. Atëherë po atë të cilin e përgatit ose e çon një jetë, ja hap dyert e jetës, si ai të sigurojë rrezikun e tij, të mbajë familjen e tij, të qëndrojë, të jetojë një jetë me kokën lart, sepse ai i cili lyp, me gjithë respektin për çdo nevojtar, gjithë ne jemi nevojtar vallahi, po ai i cili lyp, me të thënë drejtën, i mban syt në tokë, nuk shef dot në sy i shkreti. Pse? Se nuk është natyrë njerëzore. Nuk është natyrë njerëzore, domethënë lypja, kërkimi. Njeriu gjithsesi i cili ka dëshirë që ta sigurojë vetë ato të ardhurat e tij, ti prodhojë vetë atë çfarë i kërkon Allahu subhanahu wa taala. Dhe profeti alayhi salam e zgjidhi dhe këtë problematikë dhe u përball pastaj me atë që ishte problematika dhe më kryesore e gjithave, sistemi fisnor.
sistemi fisnor, sepse të gjitha këto janë mësime në kohën që ne jetojmë dhe do të përgatitet, domethënë do të përsëriten për çdo kohë. A anulloi i dërguari i Zotit sistemin fisnor? Tham jo. Nuk e ka anulluar, thjesht e ka kanalizuar, sepse sistemi fisnor të nderuarit e mi i shërben një shteti. Nuk është rival i shtetit. Mirë, po këtë e rregulloi i dërguari i Zotit pikërisht me kushtetutën e parë. Pra kushtetuta e parë, të cilën e përpiloi i dërguari i Zotit, shënonte ose citonte dhe theksonte se autoriteti legjislativ, ekzekutiv dhe ai gjyqësor ishin që të gjitha në dorën e pejgamberit alayhis salam. Legjislativ, sepse ajo vjen prej Allahut subhanahu wa taala dhe prej tij. Ekzekutiv, ai është përgjegjësi për ta ekzekutuar, dhe gjyqësor, sepse ai është i vetmi institucion dhe autoritet i cili zbaton ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, autoriteti gjyqësor çfarë bën në cilën do kushtetutë ose në cilin do shtet, thjesht zbaton kushtetutën ose parashikimet që ka kushtetuta për gjendje të caktuara. Dhe këto i dërguari i Zotit alayhis salam i kishte që të gjitha në dorën e tij, thon ndryshe. Në këtë formë zgjidhi sfidën më të madhe që kishte, që ishte sfida e kujt? Sfida e sistemit fisnor. E zgjidhi dhe sfidën e sistemit fisnor. Thamë më pas që u përball me kategorinë e hebrejve. Dhe hebrejt, Allahu shpëlet. Hebrejt në vetvete domethënë konsiderohenin dy kategori. Një kategori ata të cilët ecin me ligjin e më të fortit, dhe një kategori ata të cilët dëshironin të qëndronin në këtë umbrellën islame, por të qëndronin në disa aspekte ku Zoti i Gjithësisë u dha të drejtën ose u lejoi që në çështje të caktuara të mund të gjykojnë me ligjin e tyre, çështjet e tyre të brendshme. Nëse një përplasje do të jetë me një tjetër jashtë llojit të tyre, nuk do të ketë domethënë që le ta kemi për zgjedhje. Jo, është autoritetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor që ishte pejgamberi alayhis salam. Ndërsa në çështjet e tyre të brendshme të cilat nuk bien ndesh, dhe të mos bien ndesh, sepse përmendëm fisin Beni Qurayza, ku thamë që kërkonin shpagim domethënë për të vrarët e tyre 2 fish, ndërsa të tjerët këta donin 2 fish. Këtë nuk mund ta lejonte i dërguari i Zotit alayhis salam asesi. Pra i dërguari i Zotit garantonte çfarë? Garantonte drejtësinë, zbatimin e drejtësisë dhe ekzekutimin e saj, nuk mund ta lejonte asesisht. E fundit pikë ndër vizionet më kryesore ishte dhe pjesa e idhujtarëve të tjerë të cilët nuk ishin ehli kitab ose idhtar të librit. Fisi Aus dhe Khazraj ishin fiset më të mëdha në vend, por dhe më tej. Nuk është se ishin gjithë muslimanë. Edhe pse u futën domethënë në gjykimin e pejgamberit alayhis salam, por nuk është se ishin gjithë muslimanë. Me kalimin e kohës, alhamdulillah, pranuan islamin, po jo se ishin gjithë muslimanë. Kur pan domethënë se si njerëzit shkonin tufa duke pranuar fenë e Allahut subhanahu wa taala, normalisht që zgjohet ajo dëshira, ndërgjegja, reflekton njeriu pikërisht për këtë pjesë. Mirë, po me këtë sistemin që quhej ndryshe jashta ehli kitab dhe idhtarëve të librit, kishim një problematik. Problematika ku qëndronte? Problematika ishte se këta kishin një sundim të vetin. Pra, në afërsi të Medinës kishin ata që quhenin El Bedu ose El Arabi, që u zotin Kur'an e di famlar. Këto ishin fise të vogla, të cilët jetonin me çfarë? Nëpërmjet zhvatjes, nëpërmjet grabitjes, vrasjes së dikujt. Kështu jetonin. Pra e keni parasysh, mua më ka rënë të përballem normalisht edhe juve, me patjetër, njerëz të cilët janë mësuar domethënë të mos u thot kush punë e mbar. Se robi thot punë e mbar për punë të hajrit. Se për punë të këqija nuk thot kush punë e mbar. Të mos u thoj kush domethënë punë e mbar dhe të justifikohet me faktin të dregon duar, a punojnë këto duar? A shikoj se sa të buta janë, nuk mund të punojnë këto duar. Është justifikim vallë ky? Asesi nuk mund të jetë justifikim. Nuk mund të jetë justifikim asesi.
Mirë po ka njerëz të cilët ndërtojnë një formë jete dhe ndërtojnë tek vetja e tyre, instalojnë domethënë mendimin thellë në mendje se nuk mundesh të jetosh vetëm se në këtë formë. Nuk mundesh të jetosh vetëm se në këtë formë. Por vëlla, ktheje më faqen se mundesh me jetu ndryshe. Ndaj dhe Zoti xhelel xhelalu na drejtohet, udkhulu fi silmi kafa. Hyni në fe tërësisht. Çfarë do të thotë tërësisht? Kur nis ta këshillosh dikën në çfarëdo lloj kohe, por normalisht edhe në kohën që ne jetojmë, i thua për një këshill, kujdes se këtu e ke gabim, s'mune më, kështu e kam unë. Ç'është kështu e kam unë, pse kush je ti? Kështu e kam unë. Tjetrit këshillon në emër thjesht Allahu subhanahu wa taala. Po të thotë se çfarë kërkon Allahu xhelel xhelalu prej teje i dërguar i tij. Normalisht për përmirësimin tënd. Dhe ti thua nuk munde më unë ndryshe. Si nuk mundesh? Apo i drejton valla akuzë Allahu xhelel xhelalu nuk mundem. Thuaj o Zot më përmirëso, o Zot më fal. Por asesi nuk mundem ndryshe. Nuk kam ç'bëj më, unë kështu jam. Si ka ardhur kështu, ka ardhur i vulosur? Pra një person i cili zgjedh vjedhjen, mashtrimin, dhe të justifikohet që të bëj, kështu më jena mësu me këtë formë. Si që një mësu? Ashtu si që mësu me këtë formë, të mësohesh me formën tjetër. Formën të cilin e kënaqë Allahu xhelel xhelalu dhe dërguarin e tij. Do jetosh ashtu si çdo Allahu xhelel xhelalu. Ndaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na drejtohet në një hadith të tij duke na thënë: La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Nuk beson asnjëri për jush me besimin e plot përderisa egoja e tij, dëshirat e tija nuk ndjekin dhe pasojnë nuk vjen në shërbim të asaj që me të cilën unë jam dërguar. Pra me atë që është dërguar i Zotit. Ndërsa ti drejtohesh dhe thua, kështu jam sajuar, kështu jam gatuar. Jo vëlla, jo. Ke investuar për të shndruar në të formë. Ka prej tyre domethënë të cilët kanë investuar në të keqe, ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu rajulu yakdhibu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Njeriu gënjen, mashtron dhe e bën normale këtë gjë tek vetja e tij, pra e normalizon ai sa vuloset tek Zoti xhelel xhelalu, domethënë se ai është gënjeshtar. Atëherë ti pas ke investuar. Ti qenë ke përpjek. Si e mira, si e keqja kërkojnë sakrificë. E mirë dhe e keqja kërkojnë mund. Nuk vin vetveti orlla. Nuk vin. Kërkojnë domethënë që njeriu të krijojë një lloj edukate, një lloj investimi dhe i dërguari i Zotit pikërisht u përball me një kategori të tillë njerëzish. Dhe këta i kishte shumë të afërt, sepse ishin në rrethinat e Medinës. Por imagjino nëse ti nuk gëzon stabilitet dhe siguri në vendin ku ti jeton. Çfarë do premtojsh për të tjerët? Pra ti nuk je vend i sigurt për të tjerët, nuk je vend i sigurt për qytetarët e tu, për shtetarët e tu, dhe nuk je vend i sigurt që të synohesh, sepse shumë shpejt pra Medina do të synohet nga shtetar të ndryshëm, muhaxhirë të ndryshëm, të cilët vinë nga vise të ndryshme. Dhe do të jenë në numra të konsiderueshëm këta njerëz. Mirë po, nëse nuk e zgjidh problemin e sigurisë, si mund të vinë këta njerëz? Ku mjafto që dalin nga ajo vija e qytetit, nga vija e verdhë të ndryshme, dhe ai nuk gëzon më asnjë lloj sigurie. Kështu që profeti alayhi salatu wasalam deputoi dhe te këta njerëz, u përpoq dhe me këta njerëz, e futi domethënë autoritetin e shtetit edhe te këta njerëz, duke u treguar që jo, se mund të jetojmë në formë të ndryshme. Normalisht një autoritet i tillë, ai i cili ta jep këtë autoritet të tillë është besimi, është feja dhe është besimi. Ta mundsojnë. Po ja që jo gjithmonë njerëzit binden, atëherë duhet të ushtrohet drejtësia e shtetit. Pra ku ti nis dhe u tregon atyre njerëzve që nëse nuk do të hecesh në këtë formë, pasojat do të jenë 1, 2, 3, 4. Dhe i dërguari i Zotit këtë gjë bëri. Pra u tregoi se nuk mund të ecim më me zhvapje, nuk mund të ecim më me sulme të befasishme, me grabitje e gjërat kësaj natyre. Do të ecim me drejtësi, dhe drejtësia thotë ti përmbahemi ligjit për të gjithë. Kjo ishte një kategori. Një kategori e dytë ishin fistet e mëdha, të cilët ndoshta nuk ishin aq afër me Medinën, ishin pak më larg. Por ishin problem
sepse këta rrezikonin rrugët që të çonin për në Medinë ose rrugët të cilat dilnin nga Medinja, dhe duke qenë numerikisht të shumtë, me këta ishte problem akoma dhe më i madh. Dhe më kryesorja e gjithave ishte sfida që do ta priste, domethënë me Kurejshitët, sepse Kurejshitët nuk do të pajtohenin me faktin që i dërguari i Zotit u larguan nga Mekka, pra u largu prej këtu, shkoi ndërtoi domethënë vendin e tij atje, shkoi ndërtoi një qytet apo qytet-shtet të sigurt, dhe tashmë le të bëjë çfarë dojë atje. Nuk do ta linin në këtë formë. Do t'i kishin përpjekjet e tyre. Çfarë do thotë se i dërguari i Zotit tashmë tani e tutje duhet përpiqej të përgatitej pikërisht për një përballje të tillë. Duhet të konsolidonte pushtetin e tij brenda dhe duhet të konsolidonte pushtetin e tij jashtë. Nevojitej tashmë t'i thonte vendeve të rajonit, sot qytetet e Arabisë Saudite dhe më gjërë, tu tregonte vendeve të rajonit se tashmë Medinja është shndruar në shtet. Ka një qeveri me të gjithë dimensionet e saj, e kësaj fjale, e ushtron pushtetin e saj, atë legjislativ, atë të gjykatës dhe atë ekzekutiv. I ushtron që gjitha këto, i drejti do të marrë drejtësinë të cilën e ka merituar, ai i cili kryen krime pavarësisht se nga vjen, nuk ka shumë rëndësi për ardhja e tij, do të marrin dëshkimin mbi bazën e asaj që parashikon ligji, domethënë dëshkimet që parashikon ligji, nuk do të ketë dallim midis muslimanit dhe jo muslimanit në zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe të jeni të bindur të nderuarit e mi se ky është hapi ose ndërhapat më kryesor që fton për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse don të ftosh tjetrin fenë e Allahut xhel xhelalu, i drejt. I drejt thot Zoti xhel xhelalu edhe në qoftë kundra vetes tonë, domethënë i personi i cili i përmbahesh drejtësisë edhe kur ajo mund të jetë kundra teje. Ka raste që do të jetë, po do të jetë. Ama drejtësia Allahu xhel xhelalu, e cila nuk i ka kufit vetëm për në këtë tokë, do të kaplojë dhe do të përfshijë në atë drejtësinë e tij të madhe, ku Zoti i gjithësisë me njerëzit dhe me krijesat e tij sillet me një pjesë të tepëricës së mëshirës së tij. As me mëshirën e tij komplet, po me një pjesë me një tepëricë të mëshirës së tij. Pra ne dim që Allahu xhel xhelalu, siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, i ka 100 emra, 100 pjesë të mëshirës. Një prej tyre thot e ka lënë në këtë dynja të gjithë mëshirën që shohim, jetojmë, dëgjojmë për të në këtë dynja, ku do qoftë ajo, nuk është vetëm se 1/100 pjesë e mëshirës. 99 të tilla thot i ka ruajtur për në botën tjetër, për në ahiret. Dhe kjo mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala dhe mirësi për i tij që me krijesat e tij, domethënë sillet me mëshirën e tij dhe jo me drejtësinë. Se po të sillet me drejtësinë e tij, gjërat do të ishin ndryshe. Gjërat do të ishin ndryshe. Duke zbatuar drejtësinë e Allahut xhel xhelalu në marrëdhënien tonë, duke mos u pajtuar që dikush të marrë atë çfarë nuk i takon, duke mos lejuar asesi që të jetë rob i materiales, por të jetë rob i Allahut subhanahu wa taala. Ky hap ka qenë dhe daveti dhe thirrja më e madhe që muslimanët kanë jetuar në të gjithë kohrat e tyre. Atë duhet bësh dhe sot. Në pozicionin ku ti ndodhesh në jetë, në qofsh tregtar, në tregtinë që ushtron, ke amanet. Duhet njihesh me rregullat e tregtisë sikur se i parashikon Islami. Ashtu siç nuk do të dëshiroje të penalizohesh, domethënë nga tatimet e një vendi, domethënë për shkeljet e ndryshme, për qoftë nëpërmjet faturave apo deklarimeve elektronike, ashtu duhet të kesh deklarimet e tua të sakta ke Allahu subhanahu wa taala. Por për ta bërë diçka të tillë, lipse çfarë? Të prezantohesh, të njihesh se cilat janë rregullat e Islamit me një diçka të tillë. Islami të nderuar dhe mi ka vendosur rregulla për çdo gjë. Pra profeti alayhis salam e nisi një fushat të tillë, duke vendosur, domethënë, duke shtruar rrugën
me hapat sigurt duke ecur drejt rrugës së drejtësisë së Allahut me hapat sigurt dhe duke arritur që në çdo kohë vendosin, domethënë ato kufit e tyre ose vendosin ekspertët e tyre. Pra kur nuk je i aftë për një diçka, largohu prej saj se ke për dalë përpara Allahut subhanahu wa taala dhe ke për dhënë llogari. Kur merr përsipër, ndaj dhe profeti alayhis salam thotë men tatabbaba fa huwa damin. Kush merr përsipër mjekësinë është dhe garant, duhet i dalë për Zot asaj. Po kjo vlen në çdo fushë. Pra nëse ky i cili nuk është ekspert i kësaj mjekësie që ka marrë mbi supët e tij dhe është përgjegjës përpara Allahut subhanahu wa taala për të japë llogari përpara Allahut subhanahu wa taala, kjo vlen për çdo fushë. Kjo vlen për inxhinierin, kjo vlen për tregtarin, kjo vlen edhe për atë i cili shërben të tjerëve nëpërmjet pastrimit. Nuk je për të. Shih gjej veten tënde se ku duhet jesh. Asasi mos u bëj njeri i fiksuar, ne jemi krijesa domethënë të mangëta vazhdimisht. Nuk mund gjesh mesin e njerëzve të një krijesë perfekte. Ato mund ta gjesh në mesin e profetëve se i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala si till. Ndërsa në natyrën njerëzore çdo kush prej nesh ka tmetat e tij. Mos kërko ke tjetri atë që nuk mund të jesh dhe vetë. Pra kur përpiqesh, don të kesh përpara një hoxh, don një hoxh profet. Kur dëshiron të kesh një mjek të mirë, dëshiron të kesh një mjek të pagabushëm. Po ti valle i pagabushëm vetë që e kërkon të jetë dhe mjeku i pagabushëm ose hoxha i pagabushëm ose inxhinieri i pagabushëm, tolerant në çdo fushë, në çdo aspekt, gjithsej i cili po ta shohim domethënë vetëm me syun për gjetur mangësi tek ai të jeni të bindur se tek çdo kush do të gjejmë tmeta, do të gjejmë mangësi. Veç profetëve të tillë ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala ose i ka ruajtur gjatë jetës tyre që të mos bien në tmeta, mos të kenë mangësi njerëzore, të mund të mos e shohi syu i njeriu. Kur e sheh një tmet tek tjetri, dije se vallahi 10 të tjera dhe më shumë nuk i ke vënë re tek vetja jote. Kur e sheh një tmet tek tjetri, 10 fishin i ke tek vetja, por nuk i ke vënë re se nuk e ke pas marak një diçka të tillë. Por ke pas marak thjesht të shohësh tjetrin, domethënë. Thot Imam Dhahabiu për një dietar të madh të Islamit, pa dashur me përmend me emër, Zoti i mëshiroft dhe ka një kontribut të madh në fe. Thot e ndëshkoi Allahu xhel xelalu në gjallëmërinë e tij, sepse krahas faktit që ishte i ditur, tallej dhe i nënçmonte të diturit kur vrente se këta gabonin apo harronin argumentimet e ndryshme që ishin fjalët e profetit alayhis salam ose fjalët e Zotit. Pra një njeri gabon, harron, shënsi ka kjo. Thot dhe Allahu e ndëshkoi, me çfarë e ndëshkoi? E ndëshkoi që këtij njeriu të gjithë librat të cilët i kishte shkruar gjatë jetës së tij ja dogjen në prezencë të tij, pra duke e parë edhe me sytë e tij se si shkonte mundi i tij dëm. A vlen dikush që dëgzohet me fatkeqësinë e tjetrit në mënyrë kategorike jo. Kemi ne ata të cilët caktojmë që e ka bë hak, se ka bë hak. Pejgamberi alayhis salam në një fjalë të tij thotë: "La tudhhiri shamatata li akhik fa yu'afihi Allahu wa yabtalik." Mos shpreh, pra mos manifesto dhe mos shpreh kënaqësi për tmetën e tjetrit vllait tënd, se Allahu ja heq atë tmetë atij dhe ta hedh ty. Ta hedh ty. Ndaj kushdo që mendon ose qesh në vetvete me gabimin e tjetrit, nuk ka për t'ia marrë Allahu shpirtin pa e provuar të njëjtën gjë. Përse? Sepse ka pa bit ta'ali, domethënë ka pa me një madhësi, me lartësi. Ndërkohë që Allahu xhalla xhelalu thotë në një hadith të tij qudsi, el kibriya uridai, madhështia, domethënë që ti shoh ti je në gradën më të lartë madhështisë, është petku im. Faman naza'anihi, kush më rivalizon mua aty, kush më sfidon mua aty, e poshtroj ato dhe madhështinë e tij. Ndaj dhe kanë pas thënë, domethënë, herët, irhamu aziza qaumin dhal, mshirojeni fisnikun i cili është poshtruar. Mshirojeni, pra mos e poshtro. Dikush ka jetuar me pushtet, të gjithanshëm,
erdhi dita ajo shprehje domethënë që i ra nga kali, domethënë vjen dita që ai bjen nga ato pozita në të cilat janë dhe o burra, si ajo fjala që halli është ose meraku është atë lopën sa të shtrishëm tokë, pra kush i pret kokën se thika për ta rjep ka sa dush. Thika për ta rjep ka sa dush. Mos u bëj thikë që rjep të tjerët. I domethënë me mëshirë, jeto me njerëzit me mëshirë, jeto me njerëzit me tolerancë, jeto me njerëzit me drejtësi. Kështu të nderuarit e mi, dërguari i Zotit alayhi salatu vesselam e kopsiti këtë shoqëri, e cila përbëhej nga entitete të ndryshme, besime të ndryshme të njëjtën kohë, sisteme të ndryshme, sepse kishin sisteme fisnore ku më i forti domethënë vendoste ligjin dhe i vendoste rregullat ashtu siç dëshironte ai, ndërsa i dërguari i Zotit alayhi salatu vesselam përgatiti një shoqëri ku mund të bashkëjetonin të gjithë me musliman dhe jo musliman, sepse kjo është zotësia pastaj e drejtuesit të një shteti që të mund ta mbajë domethënë të nivelin e jetesës në mënyrë mesatare, sepse ti kënaqesh gjithë dhe është e pamundur, ama të mbash drejtësi me të gjithë, kjo është e mundur. Ai i cili mund t'i kënaqë të gjithë është Allahu xhelle xhelalu, i krijesat e Zotit. Dikush do zemrohet, dikush do pikllohet, dikush do i mbes hatri, nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është të zbatohet drejtësia e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam në sfidat e tij kryesore, që ishin sfidat e para, i realizoi nëpërmjet shkrimit dhe vendosjes së strukturës së kushtetutës së parë, ose që e kemi emërtuar domethënë Karta e Medinës. Një vepër madhore të cilën e ka bërë fill pas kësaj, pra pasi tregoi autoritetin e pushtetit, është dhe vendosja e kufive të shejtërimit të Medinës. Por për këtë inshallah do të flasim javën e ardhshme, nëse Allahu xhelle xhelalu do të na japi ymër, të lutim me ty i madhnueshmi, Allah na falë, na mëshiro, na pajisë Zot me moral të lartë të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mëson Zot ta vëmë të në shërbim të fesë tonë, na bëj vdekjen të lehtë, na mëson Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Të lutem me ty i madhnueshmi Allah për çdo sëmurë, Allah shëroje, për çdo stresuar, të brengosur, të munduar nga anët e brengat e jetës, Zot ndihmoje. Për gjithë pranishmit, o Zot, mos lejo të ngrihen prej këtu vetëm se me gjunahet falur, me teubat pranuar, me lutjet pa refuzuara, mos u lë hall në problem pas zgjedh, mos i lë lutje o Zot pa pranuar. Lutem ty i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsohet të mblidhemi në këtë natë begat, në këtë vend begat, për madhërimin e madhnisë tënde, na mundsohet Zot, që të gjithë bashku të bohemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus, me krye dashmin e zemrave tona Hazrat Muhammedin alayhi salam. Amin Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.